A e dini pse shumë biznese bashkëpunojnë me agjenci marketingu, por prap ndjen të pasigurta për të ardhmen? Kjo ndodh pasi agjencia marketingut thjesht ofron një shërbim, ndërkohë që ajo që i duhet biznesit është një sistem i mirëfillt. Dhe realisht, agjencia marketingut thjesht e ofron shërbimin e saj, që mund të jetë sponsorizime, reklama apo një fushatë të reklamimi, vetëm brenda një periudhe të caktuar kohore. Pasi mbaron kjo periudhë të caktuar kohore e shërbimitve të saj, mbaron edhe efekti i sponsorave. Sepse agjencia marketingut nuk ndërton infrastrukturë, por thjesht kryen një veprim. Pranajeri online nuk funksionon si një agjenci e do marketingu, por si një sistem i plot SMO 360 gradë, që do të thotë infrastruktura digjitale e klientëve të bizneseve lokale. Ky nuk është një veprim i veçuar apo një fushat sponsorizimi do, por është një sistem i plot që funksionon çdo ditë. Diferenca mes tyre është e thjeshtë. Agjencia marketingut thjesht menaxhon postimet, ndërsa SMO 360 gradë menaxhon prezencën tënde online. Agjencia marketingut përpiqet të sjellë klient në mënyrë pasive, ndërsa SMO 360 gradë bën që klientët të gjejnë vetë ty në mënyrë aktive. Kur një biznes është pjesë e sistemit SMO 360 gradë, ai ka një prezencë të qartë në Google dhe në Google Maps, duke patur informacione të organizuara në mënyrë të qartë. Kjo gjë bën që ai të duket serioz dhe aktiv në prezencën e tij online, duke ndërtuar dhe besim në kohë ndaj klientit. Këto nuk janë gjëra që organizohen nëpërmjet një kontrate një mujore me agjenci marketingu, por janë gjëra që ndërtohen me një sistem të qartë. SMO 360 gradë nuk zëvendëson njerëzit, por kaosin. Pasi biznesi nuk ka nevojë për më shumë individ që punojnë për të, por për një sistem që punon për vetë këtë biznes. Sepse që nga 2026, bizneset nuk do të pyesin më cila agjenci marketingu është më e mira, por do të pyesin a ka mund një sistem që po punon për mua çdo ditë? Dhe pikërisht këtu ndodh diferenca. Një biznes që i mungon sistemi është efektivisht gjithmonë i varur nga dikush tjetër për prezencën e tij online. Por me një sistem, ky biznes është tashmë i pavarur, duke fituar kontroll, stabilitet dhe vazhdimsi në prezencën e tij online. Kjo është arsyeja pse Panairi Online nuk është thjesht një agjenci marketingu, por është një platformë, është një strukturë dhe më e rëndësishmja, është një sistem marketingu online 360 gradë. Pra nëse do që biznesi ju të mos jetë më i varur nga fushata të përkohshme apo nga persona të ndryshëm, por të mbështetet në një sistem marketingu të plotë dhe të pavarur, hidh hapin e parë sot. Regjistro tani biznesin tënd tek Panairi Online. Sapo janë hapur regjistrimet për 900 bizneset e para, që do t'i bashkohen platformës për gjatë 2026-ës. Nga këto biznese, 300 të para që e bëjnë rezervimin do t'u ofrohet paketa promo, si dhe regjistrimi i profilit në platformë 100% falas. Nëse je gati ta hedhësh këtë hap, komento poshtë "Dua sistemi Panairi Online" dhe në komentin e parë do të keni linkun e regjistrimit.